kur dëgjoj në një projekt propozim nga opozita, gjykoj që semantika politike e fjalës i djathtë në rastin konkret nuk merr shkas nga antonimia me fjalën i majt, por më shumë me produktin bulmetor që quhet djathtë. Dhe jo si një antonim politik i së majtës. Tani ju e dini që mbrëm dikush një dashuria ime më kishte ngacmuar, duke folur në selin e PD-s. Inalienabile është një term në italisht që tifozët e Juventusit edhe në Shqipëri mund ta kenë fiksuar. Dikur, para ca vitesh, trajneri Juves u bë dhe Mauricio Sarri dhe ati ngjitën këtë deklarat, sikur e kishte thënë, për Juventusin inalienabile, i patrajnueshëm. Ky është Sali Berisha. Është i patrajnueshëm. I ziu lasivita ç'mund të heq për ta trajnuar këtë njeri të patrajnueshëm. Ky çfarëdo që të bëj, punon natë e ditë për Partinë Socialiste. Nuk kishte zgjidhje më të mirë se sa Sali Berisha për ta coptuar opozitën në copa madhështore, të cilat do shqyen njëra tjetrën për t'i garantuar një arsye më shumë majorancës për të fituar zgjedhjet. Ku lexon ato ngjarjet e djeshme, ti e kupton shumë mirë që Rama është manjak i ndryshimit, Sali Berisha është manjak i prapakthimit. Dhe prandaj shqiptarët do votojnë me shumicë Partinë Socialiste dhe do japin dërmën kësaj opozite. I dashur Sali atje ku je. Ti je Sali Berisha, prapa të vjen ligësia. Unë jam Petro Koçi, prapa më vjen përullësia. Dhe jam krenar për këtë gjë. Unë edhe kur nuk fal, nuk hakmerem. Kur? Kurse ti mund të falësh vetëm pasi të jesh hakmar. Qoftë brenda partisë, qoftë edhe jashtë partisë tënde. Tani dy fjalë për sistemin zgjedhor që kemi votuar së bashku. Unë e kam thënë edhe kur kemi diskutuar mbi raportin që mbajti komisioneri i zgjedhjeve, që isha kundër listës së hapur në nivel rajonal. Lista e hapur në nivel rajonal i kthen zgjedhjet në zgjedhje vendore, nga zgjedhje politike në zgjedhje vendore, në zgjedhje kryepleqsh. Dhe nga ana tjetër, ju e dini që politikës i ngarkojnë shumë mëkate dhe shpeshherë e përdorin politikën si alibi edhe segmente shoqërore për mos të qenë të sinqert lidhur me të metat e veta. Por në rastin konkret, kini për ta parë, unë qofsha i gabuar, lista e hapur në nivel rajonal do kthehet në varrin moral të politikës. Nuk duhet ta kishim bërë dhe unë uroj që Parlamenti i ardhshëm për zgjedhjet e ardhshme ta ndryshojë ligjin. Nëse do ta lërë me listat hapura, ta lërë në nivel kombëtar, dhe natyrisht me opsionin që zgjedhësi të votojë më shumë se një kandidat. Kini për ta parë që lista rajonale e hapur do jetë një derë, jo vetëm një dritare, për krimin e organizuar. E pam në zgjedhjet vendore çfarë ndodhi. Dhe nuk flas për krim të organizuar që kandidon vetë. Kanë mënyrat e veta legale për të vendosur kandidat që i mbështesin ata, për të fituar vota, për të shqyer vota, dhe pse jo dhe për të përfaqësuar në parlament. Kjo është një këshill, aq sa mund të quhet e tillë, tani që unë nuk kam më konflikt interesi, sepse nuk do jem në listat e Partisë Socialiste, por megjithatë do të punoj ndofta më shumë se sa do të isha në listat e saj, sepse nëse do të isha në listën
e hapur, sigurisht që nuk do guxoja kur të thoja votoni Petro Koçin, por do të thoja votoni më të mirët e Partisë Socialiste. I dashur ta ulan mbështetje të plot për projekt ligjin që keni sjell në kuvend, sepse është një hap i mëtejshëm për të garantuar instrumenta modern sigurie edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë, por edhe për çështje që kanë të bëjnë së brendshmi me atë siguri kombëtare. Faleminderit.